Pas përfundimit të eksperiencës në Big Brother VIP, Neda Balluku ka folur hapur për raportin e saj me Arbrin, një miqësi që ka vijuar edhe jashtë shtëpisë më të famshme në Shqipëri. E ftuar në emisionin Ftesë në 5, Neda rrëfeu se e konsideron Arbrin si një nga fitimet më të mëdha që ka marrë nga ky reality show. Ajo tha se Arbri e ka pritur që në momentin e parë me një qasje shumë pozitive, duke krijuar një lidhje të veçantë mes tyre. Edhe pse gjatë kohës në Big Brother janë përballur me disa diskutime, Neda theksoi se pas çdo debati, ata gjithmonë arrinin të riktheheshin në një miqësi të sinqertë dhe të qëndrueshme. Ata vazhdonin të ndanin momente miqësore, duke pirë kafe bashkë dhe duke biseduar për tema të ndryshme si fëmijët, pensionet dhe jetën jashtë shtëpisë së Big Brother. Kjo sipas saj është një tregues i profesionalizmi dhe një lidhje njerëzore shumë të pastër. Neda vuri në dukje se Arbri ka treguar gjithmonë respekt dhe dashamirësi ndaj saj, një ndjesi që ajo e ka ndjerë qartë gjatë gjithë kohës. E ndjeja që më respektonte dhe nuk më kursente kur këtë ndjesi, përfundoi ajo, duke theksuar se kjo është një nga arsyet që lidhja mes tyre është përforcuar dhe pas përfundimit të eksperiencës në Big Brother. Në këtë mënyrë, miqësia e tyre mbetet një nga anët pozitive që Neda ka marrë nga ky rrugtim.